Kryetar, çu e vlerësoni gjendjen aktuale të gjykatës themelore në Ferizaj në aspektin e ngarkesës me lëndë, por edhe punës në përgjithësi? Atëherë, sa i përket gjykatës themelore në Ferizaj, së bashku me dy degët e saj, si gjykatë themelore, ngarkesa me lëndë gjatë periudhës vitit 2025 nga raportet dhe statistikat të cilat i kemi siguruar, nuk është që është në gjendje më të mirë të mundshme, pasi që si gjykatë do thotë kemi një numër të madh të lëndëve të trashëguara ndër vite, do thotë, dhe kjo ka bërë që gjykata jonë ta mbyll vitin 2025 me një numër të madh të lëndëve. Mund të theksoj që vetëm në lëminë civile ku ngarkesa me lëndë është më e madhe, do thotë vitin 2025 e kemi përmbyll me një numër prej 6.700 lëndë të trashëguara për vitin 2026. Në lëminë jo kontestimore, do thotë kemi trashëguar do thotë 350 lëndë të mbetura nga viti 25 për vitin 2026. Pak më mirë do thotë qëndron gjendja në lëminë penale, do thotë në departamentin për krime të rënda kemi të trashëguara 100 lëndë nga viti 2025, do kemi filluar vitin 2026 me 100 lëndë në departamentit për krime të rënda, ndërsa në divizionin penal, do thotë departamentit përgjithshëm, është një numër i madh i lëndëve në krahasim me periudhat e caktuara, do thotë ku kemi të trashëguar ato 1800 lëndë. Po ashtu edhe në divizionin për kundërvajtje, do thotë kemi një numër të madh lëndëve, do thotë që janë në pritje, do thotë ku janë rreth 2500 lëndë. Njëjtë gjendja me lëndë është edhe në degën e Kaçanikut dhe Shtërpsës, cilat janë dy degë që funksionojnë kuadër gjykatës themelore Ferizaj. Në lëminë civile në degën e Kaçanikut kemi 1500 lëndë të trashëguara nga viti 2025 për vitin 2026 dhe diku 600 lëndë të lëmisë penale. Gjendja më mirë është në degën e gjykatës në Shtërps, ku kemi vetëm 230 lëndë të trashëguara do të lëmisë civile dhe rreth 100 lëndë të lëmisë penale. Ky numër i madh i lëndëve që i ceka më herët është si rezultat do thotë i numrit të lëndëve të pranuara ndër vitet, sidomos vitit 2022, 2023 e sidomos vitin 2024 të lëndëve civile, do thotë të lëndëve që jo vetëm në gjykatën themelore Ferizaj, por në këtë sistemin gjyqësor, lëndë pranuara të natyrës apo të ashtu quhet lëndë të kontratave kolektive që kanë qenë një ngarkesë shumë e madhe për tërë sistemin gjyqësor e po ashtu edhe për gjykatën themelore në Ferizaj. Kjo ka ndikuar që përkundër numrit që kemi trashëguar, do thotë 6700 lëndë, ne kemi edhe një numër të madh, do thotë të lëndëve të kryera. Mund të themi që viti 2025 ka qenë një ndër vitet më të suksesshme në sistemin gjyqësor në përgjithësi, por edhe i gjykatës themelore në Ferizaj në raport të kryerjes së lëndëve, do thotë dhe efikasitetit të treguar gjatë periudhës vitit 2025.